prej 60 serbësh nga Kosova u nisën në këmbë drejt Novi Sadit më 29 tetor, gjoja për të mbështetur presidentin serb Aleksandar Vučić. Gjatë rrugës ata kaluan nëpër Mrçajev dhe vendasit i pritën me mallkime të forta. Grupi i serbëve i cili u nis nga Rudnica përfshin serb nga Gračanica, fushë Kosova, Leposavići, Mitrovica e Veriut, Zvečani, Zubin Potoku, Shtërpca, Ranilogu, Parteshi e tjerë. Kur ata arritën në Mrçajev dhe po ecnin në rrugën kryesore, shpejt u pritën me breshëri fyerjesh. Erdhët këtu për të ecur, shkoni në Kosovë dhe ecni, as nuk e dini se ku po shkoni. U tha atyre një person që regjistroi videon, raporton Kosova Press. Përndryshe, qytetarët nga Kosova thanë se dëgjuan thirrje nga presidenti i Serbisë se në Novi Sad ishte planifikuar një tubim i madh i serbëve që kundërshtojnë blokadat dhe se ky ishte motivi i tyre për të nisur. Kadri Kurëziu ka reaguar ashpër ndaj sjelljes së partive politike në prag të zgjedhjeve të mundshme të dhjetorit, duke paralajmëruar pasoja serioze për vendin nëse buxheti i vitit 2026 nuk miratohet me kohë për cellë bota sot. Përmes një postimi në Facebook, ai ka shprehur shqetësimin se vonesat në certifikimin e rezultateve dhe formimin e institucioneve të reja mund ta çojë Kosovën drejt një kolapsi dhe paralize institucionale, ndërsa ka kritikuar partitë që sipas tij sillen sikur janë OEQ pas një ndjenjë përgjegjësie publike. Në vijim postimi i tij plot: nëse në dhjetor shkohet në zgjedhje, certifikimi i rezultateve mund të ndodhë në fund të janarit apo në fillim të shkurtit 2026, kur do të diskutohet kuvendi i ri, kur do të zgjidhet qeveria e re. A mund të bëhet e gjitha kjo para 1 marsit 2026, në mënyrë që të aprovohet buxheti 2026 brenda afateve të fundit ligjore? Me këto parti politike nuk e besoj. Nëse buxheti 2026 nuk aprovohet tani, më 1 mars 2026 Kosova kalon në kolaps dhe paralizë institucionale. Habitem, sinqerisht habitem, si disa parti politike sillen thuajse se janë organizata jo qeveritare pas një ndjenjë përgjegjësie publike, mbajnë ligjërata e nuk japin zgjidhje, fatkeqësi dhe mjerim